negociatat janë krejtësisht normale dhe duhet bëhen pa tjetër, por ajo që mu personalisht nuk po më duket në rregull dhe nuk po më duket tendencë për marrjen e përgjegjësisë për shmangjen e Kosovës nga zgjedhjet janë pothuajse të gjithë nga pak. Unë nuk kam dëgjuar që LDK, PDK, AK janë dakord me hyrë në një marrëveshje me Kurtin deri me tani, sepse nuk ka marrëveshje për koalicion. Sikur të kishte pas marrëveshje për koalicion, normalisht që në marrëveshjen për koalicion qeverisës kishme me derivu dhe marrëveshja për presidentin e Kosovës, kryetarin e Kosovës. Përgjegjshmëria e politikave dhe politikanëve e deputetëve duhet të qitet në peshë, në peshore. Janë për zgjedhje apo janë kundër zgjedhjeve, janë për ta qu vendin në zgjedhje të parakohshme apo nuk janë. Dhe në qoftë se lexohet dhe veprohet në përputhje me kushtetutën, atëherë unë mendoj që është e mundshme zgjedhja e presidentit. Nëse ka vullnet për ta zgjedhur presidentin, nuk ka nevojë me shku as me u thirr në gjykatën kushtetuese, as me shku në gjykatën kushtetuese, por rrinë në sallë gjithë deputet të cilët paguhen për atë punë, në fakt, dhe janë njerëzit, 120 deputet bashk, janë institucioni më i lartë i shtetit që ka përgjegjësinë më të madhe, dhe nëse duhet të ketë përgjegjësinë më të madhe për rrjedhat politike në Kosovë, atëherë duhet të gjejnë zgjidhje. Për ju personalisht keni përvojë të gjatë në politikë, cila është zgjidhja e tashme? Tani secili ka zgjidhjen e vet. Zgjidhja e tashme është tryeza e partive politike, të gjitha grupeve parlamentare, dhe diskutimi një 2-3 ditor, ç'a po bëjmë. Na jemi kundërshtar politik, nuk kemi fronte të cilat janë përplasur me zveti as ushtarakisht, as me shkelje të rënda kundër njëri tjetrit, përkundrazi na ka bashku edhe ideja, dëshira për t'i përkujtu gjithçka që ka ndodhur në këtë vend, për t'i përkujtu çdo vit herojt dhe dëshmorët dhe të rënët për këtë vend, për ta përkujtu edhe lëvizjet paqësore dhe ato luftarake, edhe të kalumen tonë, kështu që pushteti është i ëmbël për ata që e dojnë, mund të kenë mos pajtueshmëri me njëri tjetrin për të kalumen ose për qëndrimet tona të tashme, por duhet me pas fuqi që të zgjedhin presidentin. Dhe i tash nuk ka qartësi ose nuk ka qartësim të partive opozitare, se a kanë emna, as kanë emna për president Kosovës. Lëvizja Vetëvendosi ka vendosur 2 emna, të cilët kanë qenë veç formalitet sepse nuk kanë hyrë në votim. Albini po përpiqet që të luaj dhe të përfitojë në kohë për të përcaktuar se çfarë do të bëj. Me sa di unë është duke u përgatitur edhe për këtë fushatën, domethënë e mbështetjes gjithë popullore me ndihmë për shkak të situatës që është krijuar, inflacionit të madh, çmimet të rritura, që e deklaroi edhe vet, po edhe unë e deklarova para tij dikon, që
i ka përgatit 200 milion euro për t'i shpërndarë njerëzve, familjeve të cilat janë, do më thonë, janë ekspozuar në krizës, 200.000 familje të cilat mund t'i marrin nga 1.000 euro. Dhe në këtë situatë, kur vërtet ka krizë, ka rritje çmimesh, ka korrupsion, ka krejt është në rregull, por mënyra se si shpërndahen këto mjete në këtë situatë është shqetësuese për faktin se shpërndamja në për familje nga 1.000 euro nënkupton deshtëm edhe s'deshtëm që po shpërndan para për t'i siguru votat, për zgjedhje. Unë mendoj që politikisht Albini mundet me siç ka bërë akrobacione politike edhe në të kalumen, që e çoi vendin më shumë se 1 vjet e la pa institucione. Shikoj, me lanë pa president, me kushtetutë e ke zavendësimin e presidentit. Por me lanë parlamentin, me lanë qeverin pa parlament, 1 vjet, do me thonë me vepru, me heq kontrollin qeveritar dhe me majt atë sundimin, ta quj politik të një qeverie që si jep llogari kërkuj, dhe kjo mund krahasohet me diktaturat e çdo kujt. Politikisht në një vend demokratik mund të funksionoj shteti pa qeveri, por s'mund të funksionoj pa parlament. Sepse parlamenti është organi më i lartë që kontrollon dhe vendos për çështjet, të gjitha çështjet që kanë bojnë me talljen e vendit.